Në një intervistë të fundit për Time Out London, Rita Ora, lulli i popit shqiptar që ka pushtuar skenën ndërkombëtare, ndau mendimet e saj rreth karrierës, jetës personale dhe lidhjes së saj të pandërprer me vendlindjen e saj, Kosovën. Rita Ora ka bërë një rrugë të gjatë që nga fëmijëria e saj në Londër, ku ajo dhe familja e saj u larguan nga lufta në Kosovë për të kërkuar një jetë më të mirë. Ajo kujton me nostalgji momentet e fëmijërisë, sidomos ato me prindrit e saj, të cilët u përballën me sfida të mëdha për të përshtatur në një vend të ri. Prindërit e mi kanë sakrifikuar shumë për ne. Mamaja ime, e cila është psikiatre, dhe babai im, një sipërmarrës në fushën e gastronomisë, duhej të mësonin një gjuhë të re dhe të rindërtonin jetën e tyre nga fillimi, thotë Rita. Mamaja është shumë kosovare, me theksin e saj, me ushqimin, unë gjithmonë jam rreth saj. Pavarësisht suksesit të saj të madh në botë, Rita nuk e ka harruar kurrë prejardhjen e saj. Ajo është kthyer shpesh në Kosovë për të mbështetur projektet humanitare. U emërua ambasadore e UNICEF-it në Mbretërinë e Bashkuar pas vizitës së saj për të parë punën e UNICEF në rajon. Unë nuk e di çka ka ujë në Kosovë, por jam shumë krenare për të gjithë hyjet e mrekullueshme të popit që kanë dalë nga Kosova, thot ajo. Rita Ora beson se është shumë e rëndësishme të flasësh për vendin nga ku vjen, që kur kam filluar kam qenë gjithmonë një avokate e madhe për të folur rreth prejardhjes sime, duket se shumë ka ndodhur që atëherë. Përtej dashurisë për muzikën, Rita ka ndarë me lexuesit edhe pasionin e saj për aktrimin dhe sipërmarrjen. Ajo ka krijuar një markë të vetëm të tekilas dhe është shumë aktive në botën e modës. Megjithatë, ajo nuk harron kurrë të përmend Kosovën në intervistat e saj dhe të përdor platformat e saj për të ndihmuar në vendlindjen. Mua më pëlqen të evoluoj, thot ajo për karrierën e saj. Më pëlqen të sfidoj veten dhe të tregoj anë të ndryshme të personalitetit tim. Me një përkushtim të tillë dhe dashuri për vendlindjen, Rita Ora mbetet një shembull i shkëlqyer si për të rinj shqiptar ashtu edhe për ata të tjerë në mbar botën.